Mirë po them, jeta e natës është në zhvillim e sipër tash, sepse i kemi zonat e caktume në zonat industriale ku edhe kemi klube ku rinia jonë mundet me vazhdu arktimin. Në fakt, si që thuhet në aspektin metaforik, elefanti në dhomë është trafiku në Prishtinë dhe si do të zgjidhet në fakt çështja e trafikut? Po e pat këte, ndoshta para disa ditësh unë që 4 vite them që duhet me ndërtu unazën e kryeqytetit. Dhe më thonë, para 3 vite gjysë ne kemi përfundu unazën e kryeqytetit si projekt, po ashtu kemi fondet i kemi konfirmume prej EBRDs, prej Bankës Europiane të Zhvillimit, derisa 206 milion pra ka kushtu i gjithë zhvillimi unazës të kryeqytetit, 82.4 milion prej këtyne, pra rreth 20% kanë qenë grant, pra pa pare, totalisht, atëhere, para 3 vite gjysë, Ministri Murati, thot pëse ne nuk do të nënshkrujmë këte, është dash vetëm një nënshkrim prej Ministrit Murati, pëse ne nuk do t'i shtyjem projektet elektorale të përparim Ramës. Në më thonë që unë nuk kam i marrë ato me veti askund. Në më thonë ato janë projekte për cilat qytetarët e kryeqytetit më kanë votu për me i shty për para, të cilat ne kemi siguru të gjitha, pra edhe projektin, edhe bugjetin, 40% për tyre, po them falë, pa pare. Dhe si kur të bëhej para 3 vite gjysmë, ku do të ishte tani? Do të përfundon të tash. E tash, e shini këtë kundër kandidatit, dhe me thonë, thot del edhe ka ftyrë me dalë dhe me thonë, këtë do të bëjmë të parin se është super urgent. Ndërsa, kryeministrin e detyrë, po ashtu, thot, do të bëjmë me njerë nëse fiton në hajra, do të bëjmë me njerë pas 2-3 muajve sepse mjaft blokadave. Mjaft blokadave. Kush e blokoj? Ata e blokuan, e tash dalin, thonë mjaft blokadave. Do më thonë mjaft blokadave tyne. Kjo po them është një mendësi e rrezikshme të cilën duhet ta luftojmë të gjithë edhe uroj që qytetarët të reflektojnë edhe të mos votojnë njerëz të cilët faktikisht janë demagog, që tregojnë të pavërteta edhe mundohen me çdo kush që ta mbajnë pushtetin e kur vihen pushtet, pastaj luajnë ashtu si duan. Në fakt, kur jemi tek Qeku, vazhdimisht jeni drejtuar se i njëjti dirigjohet nga kryetari i partisë së tij, nga zonja Leona Mihajli, dhe ka një pyetje për ju, kush i solli juve në Prishtinë nga Londra? Po unë e kam pas stesën bëdhem nga Lidha Demokratike e Kosovës, nga Lumiri, ku më kaftu, edhe normal që ne kemi pas një bashkëpunim të mirëfill që nga fillimi. Unë i kam tregu që unë jam profesionist, vi nga sfera e urbanizmit edhe arkitekturës, edhe nëse vi, garoj, po unë e menagjoj vetë kryeqytetin. Dhe më thonë, nuk marrë ashtu si thonë, direktiva nga askush. Unë jam kryetari kryeqytetit edhe i shtyj proceset e kryeqytetit për para edhe kam thonë Lumirit, ti merresh me parti, i shtyjmë proceset e partisë për para. Këtë kemi pas, këtë kemi, këtë vazhdojmë ta kemi edhe ecim për para. Në fakt, në debatin paraprak që u mbajt këtu në këtë maraton televizive, pati natyrisht lloj-lloj analiza edhe këndvështrime të ndryshme, madje një nga to që më bëri përshtypje shumë është se dikush nga panelistët në këtë studio tha se përparim Rama nuk do t'jetë njëjtë në këtë mandat të dytë. Sikur do t'jetë më shumë politik. Pati kundërshtime këtu, të tjerë thanë jo se i njëjti do t'jetë për atë që është, por ke një përgjigje për ata që e shtruan këtë pyetje, do t'jetë i njëjti përparim Rama dhe në këtë mandat të dytë nëse e merr? Askush nuk është i njëjti ditë me ditë. Do të thonë ne ndryshojmë, adaptohemi, mësojmë. Unë jam i njëjti në aspektin që e dua Prishtinën edhe këtë do të bëj 100%. Pra jam këtu për qytetin tim, për kryeqytetin tim. Mirë po nuk jam i njëjti në aspekt që tash i kuptoj të gjitha këto problematika shumë a mirë. Para 4 vitesh kam marrë si arkitekt, urbanist, si profesionist, derisa nuk ma ka marrë asnjëherë mendja që këta politikanë të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, do të punojnë kundër, ose do të blokojnë proceset të cilat janë për të mirën e fëmijëve të vetë, për të mirën e të gjithë neve. Sot këtë di, edhe këtë e marrë dhe si parametër shtesë për me kriju një asamble më të gjanë, më të fortë, që mos me mujtë me i dalë balë as me bloku askush. Pra, kam mësu shumë,
do të jem shumë ma efektiv kësa here, sepse të gjitha projekte që unë i kam pas në mend dhe kemi propozu, të gjitha tash i kemi të gatshme. Disa prej tyre janë kryt, disa janë në përfundim e sipër, derisa tjerat janë të gatshme në aspektin e dizajnit, e dizajnimit dhe vetëm kanë